ka përplasje të mëdha brenda kësaj partie, si e shihni këtë përplasje dhe si mendoni se do të përkthehet në konstituimin e institucioneve? Pa dashur për të paragjykuar, unë mendoj që ma tepër janë zëra të një pakënaqësie të caktuar të rrjedhave në këtë parti politike, cila fatkeqësisht pas ndërimit të jetës së kryeliderit të saj historik, ka pësuar shumë dhe ka rënë shumë. Sidoqoftë lëvizjet e brendshme, rrymimet të ndryshme brenda partive, sa mund të konsiderohen edhe të kenë efekte dhe pasoja negative, po aq mund të kenë edhe inpute pozitive nëse janë të orientuara drejt dhe me qëllim të mirë. Është evidente që aty ka mendime të ndryshme dhe rrymime, por do të ishte mëkat që ato rrymime ta rrenojnë, ta cënojnë, ta damtojnë ma thjesht ta themi dhe ma drejt për drejt, reputacionin, historinë dhe kontributin kësaj partie që gjithsesi është historike dhe thjesht institucionaliste. Dhe me në këtë rast, po flas pse po them kështu, që do duhej të mos dorëzojnë këtë rast, të mos ketë probleme serioze, mund përcaktohet për diken apo për diken tjetër, ndryshimet janë thjesht impulse pozitive të një partie që ndihmojnë demokracinë e brendshme, ndihmojnë konsolidimin ose mund ta ndihmojnë mirë, po mund të jenë edhe të ndryshme, që mund ta rrënojnë dhe ta dëmtojnë në mënyrë që në një parë zgjedhje tjera të ketë një psim më tepër kjo parti ose ndonjë tjetër. Prandaj do duhej thjesht të gjithë anëtarët e LDK-s, sidomos ata që janë organet udhëheqëse që votojnë, që ta kenë parasysh që duhet ta ruajnë partinë nga rreziku i saj dhe nga mungesa e kohezionit. Pra ta kenë një qasje